إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falenderimet, lartë madhërimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Shanehu. Vetëm atë falenderojmë për të mirët e vazhdueshme që na jep. Dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë falje nga I Madhi Allah për gjunahet tona që I bëjmë natën dhe ditën. Kërkojmë falje nga I Madhi Allah për mëkatet tona që I bëjmë me dije dhe pa dije. Pa dyshim, atë që Allahu e uzon askush s'mund ta humbë, dhe ai I cili ja zgjedh dhimbje nuk ka uzim për të. Dëshmoj, deklaroj se vetëm Allahu është një dhe I pashoq, dhe vetëm ai meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij I fundit. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të si profet, mbi familjarët e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që mundohet ta ndjekë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, hutbes sotit jam munduar të vendosin një titull pak më tërheq. E që kjo hutbe dedikohet për të gjithë ne, duke filluar nga vetvetja, deri te xhamatliu që është më I vjetri, deri te ky që është më I riu. Për të mirën, kur mos thuj kam bo boll. Kjo është hutbja e sotit që munduar t'i marrin disa vepra, disa punë që Allahu fuqiplot përmes Kur'anit famlart dhe mësimeve të pejgamberit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dëshiron të jenë prezente me besimtarin, por jo ko pas kohë, por të vazhdueshme derisa na ka dhënë I Madhi Zot ymer. E dim shumë mirë se Zoti na krijoi në formë më të bukur që ekziston. Në sheh respekti për ne, Allahu I urdhëroi melaqit që Ademit a.s. të binë në sejdë. Na bëri Allahu fuqiplot me këmbës e Tij në tokë. Na dhuroi mendjen që përmes mendjes besimtari të vepron nga veprat, punët, fjalët dhe gjërat e mira që fitojnë shpërblimin këtë botë, kënaqësinë e Zotit në botën tjetër. Gjërat e cilat jam munduar t'i përmbledh shkurt, që ndoshta dhe padyshim që ka më shumë, e që e para prej tyre është dituria. Mos themi boll të dashur xhamatli, apo mjaftueshëm ka mësu për fe, ose për ndonjë profesion tjetër. Përderisa është ditë e xhumë dhe mesazhi është për bezvaklit ton, xhamatlit ton dhe më gjërë, po mos na hin vetja në qef dhe më na mashtruar I mallkuar që ne kemi mësu boll. Unë fala nga 82-shi, dikush nga 84-shi, dikush para se me le filoni dhe aloni, dhe pastaj mi thonë vetvetes se ne jemi boll. Unë kam lexuar Kur'anin famlar 10 herë, unë kam lexuar Riyadhus Salihin 5 herë, unë kam përfunduar mbrojtjen e Shimon dhe kështu më radhë. Duke e ditur se fetarisht gjën e parë që Allahu fuqiplot ja drejtoi njerëzimit e veçantë besimtarëve muslimanëve, ju drejtuar duke thënë Iqra, lexo, studio, që me anë të leximit ecë përpara njerëzimit.
Ma në leximit të shohët vendi me dalë për para. Ma në diturisë e fiton kënaqësinë e Zotit. Ma në të njekës i diturisë duke ndjekë rrugën për xhenet, Zoti na bëf nga banorët e xhenetit. Sa që nuk ndalet kur. Që ato Ahmed ibn Hanbelin, kur e kam pa në moshë të vështirë, momentet të fundit të vdekjes së tij, duke shënuar, duke lexuar, edhe në këtë gjendje o imam, po lexon, po mëson, po studion, e që kalon libra dhe kalon dituri të madhe, deri në ditën e gjykimit, e tha një fjalë të mirë. Tha nga lindja deri në vdekje me lapsin dorë. Për nuk ndahet nga jeta e muslimanit dituria. Momentin kur ndahet dituria, pastaj na ka plën ignoranca. Pastaj na ka plën me të hi vetja në qef. E kjo është gjëja e parë të dashur vëllazën, që të kemi shumë kujdes. Ti folim vetes tonë çdo herë për dituri kur nuk është mjaftueshëm. Për këto gjëra që i cekim nuk ka mundësi me dalë në penzion. Këto janë të vazhdueshme me besimtarin deri në momentin sa të jemi gjallë. Gjëja e dytë që Kurani famlart dhe të njëjtën kohë, fjalët e pejgamberit tonë të dashur na kanë nxit shumë për to është puna me halal. Edhe pse e bo Zoti shtëpisë, edhe pse ki arrit një mosh, mos jep drejt vetes më thonë, unë kom punu boll, ta shpres për juve. Radhë të parë me familjarët e tu, pas të i punë që i ki bo për hirë të Zotit, pas pa i ndimin që ja ki dhonë dikuj për hirë të Zotit, sepse më punu të dashur vëllazën nuk është turp. Turp është më kërku. Që ato Zoti e donë dorën e djathtë që jep çdo herë dhe punon me halal. Nëse merr historinë islame, ke për të parë se gjithë pejgamberët të Allahut e kanë pas nga një profesion. Nuk mundesh me gjetë pejgamber të Zotit që ka nejt me dy dur kështu, edhe ka pa popullin e vet dhe xhamatin e vet ka po shkon. Apo ka dhënë urdhra dhe mësime nga Kurani, apo Tevrati, apo Zeburi, apo Injili, pasi kanë qenë më herë. Gjithë pejgamberët të Allahut kanë qenë punëtor, secili ka pas zanatin e kohën e tij. Dhe merë pejgamberin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ku mriu në Medinë, ndritshme, filloi në xhaminë e parë duke ndërtuar kuban, pa ndihmon shokët e tij me beton të asaj kohe, me atë lloçin që kanë vendosin gurt një pas një, të ndërtohet xhamia. Nuk është ndal pejgamberi i Zotit. Thotë Enes ibn Maliku ku i dal edhe në shëtitje, piknik, me pejgamberin tonë të dashur, ka shu ka mbjell disa dru që mi tregu të tjeve që du të punu, kretë ka pak, jo vetëm filoni, ky ka marrë përsi për e paft hajri, kretë ka pak. Zotën dorë Allahut, fuqia Zotit, ndihma ati vjen kur xhamati, e xhamati është i përbashkët. Që ato të parë tonë të dashur vëllazën, transmetotin libra që i kanë thonë bashortet burrat e tyre, kur kanë dalë në mëngjes për ta kërkuar halalin, keni kujdes, ka thonë o burrim, ne durojmë nga mos me hongër dhe as mos me pi në këtë dynja, por nuk durojmë nga zjarri ditën e gjykimit. Pse kanë thonë këtë fjalë? Mi tregu Zotit shtëpisë ku del në mëngjes deri mbrëmje, mundohu mi sjell halal në shtëpinë tënde. Mundohu mi sjell bereqeti me durët e tua në shtëpinë tënde. Mundohu më koni bereqetshëm me ato që të ka mësuar Islami, me të begatu më të mirë të ti. Kjo është gjëja e dytë që dietarët na kanë porositur të më thonë, unë e kom bo boll punë, jo, du të më vazhdu derisa të mundesh. Gjëja e tretë, të dashur vëllazën, është respekti ndaj nënës dhe babës. Më të vërtetë jetojmë në një kohë të vështirë, ku të marrim vesh që dikush i krah shuplak babës, ndoshta mërzitemi, ndoshta na dalin syt lot, dikush kur të bën nga shtëpia, e lën rrugës të kujdesi dikush tjetër për ta, por është prova të shumta që po na vijnë kohë pas kohe, po na duket e normale. 3 ditë 4 po zgjat, ai far muhabet, ajo krizë dhe pastaj po harrohet se po ndin diçka tjetër, ka që edhe ka mbyt babën, Zot falna dhe mëshirana. E që ato kjo fe e pastër, ka më na tregu dhe më na ngulit në zemrat tona, adhurimi me Allahun fuqiplot,
më njëherë pas ti Zoti kalon respektin ndaj nënës dhe babës. Kujdesin për ta. Ato dy shkronja që në gjitha gjuhët të botërës ekzistojnë, Zoti ka cik Kur'anin familjarët, që ta në ka ndalu Allah ti qofshin falë, për mes pejgamberit tonë të dashur, mi thonë nënës dhe babës. Që këtë lëbë diçka, se thejme ne në gjakom, mi sta që fujmë gumën, po thejmë më njëherë, në gjëra që Zotë është i knaqër në to. Tha hapi, tha, krahor dhe dashurisht dhe respektit për ta. Dhe Zotën tha pejgamberi selam, knacia e prindit është ta knacia Zotit. A ke pa dikuj Zoti ka dhonë begati, i ka dhonë shëndet, i ka dhonë bereqet për i doas nonës dhe babes. Respektit që ka bo për ta. E mundohu sot i kish gjallë, kur më stu në kom po balë, vlavi malë se ka bën heq, kjo e vogli s'pë interesan. Të lë për knasin e Zotit, gjeneti kish dhe dyrë, ka thonë pejgamberi selam. Gjithë e këna mësu këtë hadith, apo? Një nga ato dyrët është dera e prindit. Mësu dërza kur. Vazhdo. Me çdo mirësi që ki mundësi me dhonë për ta, se kemi marrë dhe në këtë botë shpërblimin, po dhe botën tjetër. Gjëja 4 më radhë, është shërbimi për vatanin. Të parë tonë për libra kanë regjistruar një fjalë që është transmetuar hubbul watan min al iman. Dashuria për vatanin është pjesë e besimit tonë. Ke qenë luftë, Allahu shpërbleft. A thu vallë tash nuk duhesh me kontribu? Vazhdo me kontribu me këshilla, me të regu të rive kënë kina mik, kënë kemi armik. A përshë po në përzien gjërat pas 25 viteve, po në përzien shumë sandë, ku ata të mirë të heshtin, pa dushim që pa dorin të këqinit dhe pas taj përzien gjëra. Për këtaj kontribut në da i këti vendër deri sot jemi gjallë, me drejtësi, me urtësi, me punë të mija që ki mund që me bo, nga vendi i punës ku ti punon, nga shoqëria ku ti jeton, jep kontributin për vendin tonë i dashur vëlla. Me atë sa mundesh. Zoti askën nga krijesat nuk e ka ngarkuar me ata që s'mundet. Pra ma të mundesh, jep kontributin tonë. Ti e mjek nga vendi i punës, ti e polic nga vendi i punës, ti e gjykac nga vendi i punës, ti e arsimtar nga vendi i punës, secili nga pozita, ti e tregtar, mos e mashtro popullin tonë. Mos e mashtro se s'bëni mashtru, edhe që kjo është dashuri nga i vatanit, pi mashtron vllaun. Ne emën të vatanit me së bazat. Për këtë punë jep kontribut atë sa ki mundësi për kur mos u ndal. Sepse pejgamberi Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam po thot, Allahu fuqiplot i don veprat të cilat janë të vazhdueshme, edhe pse janë të pakta, po janë të vazhdueshme. Jo vetëm me kaq, edhe në kom përmbyll këtë kapitull, bën që ka donë dikush i vjen pas meje. Gjëja e 4 dhe më radhë, të cilën duhet kemi kujdes e sot në ka hub shumë, është durimi. Mës më thonë, lazën dhe ishtë tash këmë bu sabër balë, qëtu më ka arë, mo tash s'kom punë ma s'kundin. E vetë izolimi nuk është gjë që Islami e kërkan. Pejgamberi sëram për thotë besimtari mirë është ai i cili rrin me të tjerët dhe bën durim nga ata që ka i thuhet ati. Shumë letë është më izolu. Jo, du të më vazhdu me tjerët. Ke me ndi diçka ma të keqe, diçka ma të ronë, e ti e që e mos shimani, ti e që e qije që më bo dritë, me të regu të tjera realitetin dhe të vërteten dhe me këshillu për të mirë dhe punë të mbara. Durimin është pjesë jetës sonë. A për që ku po durimi, po fillon fesati, për një parking, për një sharje, për një thëndim, fillon dete tjerë dhe e gjakut. Nuk shumë me kaq. E lumja që i ka bu sabër dhe bën sabër krejt jetën. Për këtë tha pejgamberi selam, kur dy persona fillojnë të kacafyten, fillojnë të ngrisin zërin lartë, e ky tha që e ka të drejten, e ka të vërteten, e ka mirë me veten, tha le të shonë për hir të Zotit. Tha ky ka i shtëpinë në xhenet, Allah na bëf nga banorët e xhenetit. E pse tha këtë hadith, vetëm me pas kujdes për smar ditë më keqja, ballafaqimi dhe ditë e humbja e shpirteve jetër që bëna mbull për ditë. Këto janë disa gjëra që pata dëshirë të ndaj së bashku me ju. Mbar Zotin na vetëson, na bën nga ata të cilët punojnë me këtë punë që Zoti don shumë në mesin e besimtarëve. Na fal gabimet tona, prindëve tonë. Kërkoni fal te ata që është falës dhe fal shumë fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kjo fundit që kam lënë është bamirësia, që është pa dyshim pjesë e jetës sonë. Nga momenti që kemi filluar me fal namaz, kemi marrë vesh se të parët tanë kanë dhënë shumë për fenë e Zotit. Kanë japë shumë, por s'kena pas mundësi me gjetë në përjashtim të një burri të madh, i cili quhet Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, që ka dhënë krejt pasurinë. Nuk ka burra tjerë deri në ditën e gjykimit që ka më dalë dikush si Ebu Bekri. Kur pejgamberi alayhis salam kërkoi nga ta lëmosh, sadaka, erdh Omeri me gjysën e pasurisë. Kur erdh Ebu Bekri, tha çka ke lënë shtëpinë tënde, e kom lënë tha Allahun dhe pejgamberin e tij. Nas po lypin deri në këtë shkallë të dashur vëllazë. Po lypim i fol vetes son se nga një herë ky besim po na mbushet me pluhur dhe po na hi vetja në qef, po na rritet mendja Zot falna dhe mëshirona dhe udhëzona. Un boll kumbo që xhami kum po me djersën teme, këtu kum punu me durët e mia, kum punu atje, kum jap atje. E tash, përfundoj, a ke hongër buk dje, para një javë? Që është bamirësia ilaçi i shpirtit? Mjafton që besimtari të jetë e përjetshme ajo që ka mundësi me ja. Allahu të ka dalluar dashur xhamat. Dikuj ka dhënë më shumë në këtë dynjë, dikuj më pak. 5 gishta në kënd barabartë. E lumja që nuk e ndalë nga jeta e ti bamirësi. Është pjesë e jetës sonë. A mjafton për që thanë e gjemati joni, Zotë ishë përbleft. Në qabë, tha, bëj doa, tha, për filoni, për filoni, emë dhe mbjemen. Ndoshtë ha i tha flenë gjumë. Ndoshtë ha i ka punon. Ndoshtë ha i ka një dertë. Ka marrë vesh dikush për shkon numër, për shkon dikush në haqë. Një moj. Edhe kitë ndim të dashur vllazën, mos e quj sadaka. Po quaj dhurat. A dini pse është dallimi i dhuratës dhe sadakas? Sepse dhuratën e ka pranuar i dërguari i Allahut. Sadakas e ka pranuar pejgamberi alayhis salam, se Zoti ja deshti më ngrit moralin. Edhe ti që Allahu ta ka mundsuar me jap, kur të jep, quaj dhurat për hir të Zotit. Edhe pse ti e din që ki lëmosh, ti e din që ki sadaka, po më ngrit vllaut ton, motrës tonë, ai ti që ka nevojë moralin që ai e ka. Mjafton ditën e gjykimit më të ardhmë. Thirrja nga i madhi Zot më thon, ku janë ata të cilët kanë dhënë për hatër timin? Dhe Allahu ka përgatitur për ta një vend të posaçëm, kur të gjithë pejgamberët e Allahut dhe njerëzit që kanë me qenë prezenti ka kapluar djersa, sikleti, ku më dalin një thirrës më thon, ku janë ata që kanë dhënë me dorën e djathtë dhe se ka marrë vesh dora majt, le të futen në hijen e Allahut ku nuk ka hije tjetër pas hijes së tij. As mjafton që ky haditha? As mjafton që Allah po t'jep bereqet vazhdimisht ta? Duhet me dhonë të kojshëm, mi marrë ato që ki nevojë. As mjafton që një smut momentet të vdekjes e ti ku t'ja qenë medikamentet, bën dua për familjen tona. As mjafton një xhami që besimtar derdhin lot, e agjërojnë, e bojnë iftara, ti e kon shkaktar që ki vendos një blok. As mjafton një dashur xhamat që më tar natën e varrit, dhe më të zgjanë një vorë dhe më të ardhë me leku të koka dhe më thonë, o një vepra e mirë që ki bosa e që gjallë. Kujta pak vetës këto gjëra, se shpesh e më themi, unë e kom dhomër një hera, për du të me japa. Jetimat vazhdojnë këtë jetën, se vdesin njerëzit. Kërkesat vazhdojnë, ndesat jemi gjallë. Kemi nevojë një për tjetërin sot dush, që ato qumë njerëz, sepse kam ardhë një kotha pejgamberi Zotit, kam nxerr njerëz e qatin, sadakan nuk ka kush mja pranu. Ka me pas botë. E sa s'ka ardha e ku, bojnë nga ta cilët kime qenë hisetar, pjesëmarrës në ato gjëra që Zoti i kërkon nga ti. Po përfundojmë me një tregim të lezetshëm, e që është mime e kujtu shpesh vetë sonë që ka ndodhur me Malik ibn Dinarin, një prej të parëve tanë, i cili shkon me bler rob, në atë kohë dini që në shqit robët, edhe ku shkon të kaja shtëpia, pronari që pëshet rob, i nxjerr 3 tumbllaj, thot ky du dikon tjetër,
Thot që ta trajnë punëtorë, shumë e punojnë, jo për du dikon tjetër se e kish pa një natë për parë dikon tjetër. Tha është një kasol ka del të dera borrit, që aty është një i lëthë, nuk ka shumë forcaj. Ta bën një pa që ata, me leki bindinari, tha po, si ta është thët po që ta pitu. Thët po kjo s'krym punë o vlash, ti e blenë sa dush, po s'ka herë për ti. Si pas pronari që e ka marë për rritë e ti, thët unë e që ta pitu, e blenë. Si del për shtëpi si ti dhe i thot ky robi, po pse bashkë më zjedhe? Ken tretu më të mirë se sa unë. Thot me ty thot të kom zjedh dhe të kom liru për hatër të Zotit. Kur pa unë njoftë unë me tjetërin? A di thot pse thot? Mbram thot në xhami tha, nga namazi drejke te namazin një acis, popolata besimtarët e lutshin Zotit me rashi. Përfundoi namazi acis nuk filloi me rashi. Ki hi thot ti të kom përcjell thot pas teje. Dhe ke fillu ke madhru Allahun fuqiplot. Dhe ki lut tha Zotin shumë. Të bo tha dua ka rashi. Rob vllazë. I thot ky robi tu kam përzime dikon tjetër. Tha ç'a mune? Tha ti thot ti. I kthehet Allahut i bën sirsh dhe o Zot. Mes me dhe teje u shfaq mirësia. E më shefta që kemi pas, o Zot nuk ka jetë më këtë dynja për mu, dhe Allah e më shpirtin sejste. Që si burra ka pas këtë Islam. Jo ki jo për murë bëshkejt Gjakova, jep sot mundesh. Bili, volosën nga kjo khutbe kur më s'fal. Kush kërkon diçka let jep, mosh me bo dua bon. Jo me thonë, unë e kom jo pra gjymon e kalune, Ramazanin e këni kom po 200 iftara, unë e këti kom i mu, harro, fshije nga fjallori zemrës. Se për zemrës dalin të fjallë. Unë e kom bo bol, kur nuk është me bo bol sa i e gjallë. Dhash Zotin e vedison, në bën nga ta cilët ata që ka flasim e vërpojmë jetën tonë. Në falë me kate tona, familjarëve tonë, prindve tonë, poplit tonë. Në bën nga ta cilët Zotin është i kënaqur me ne, dhe sa kemi dhënë ymër dhe shëndet, tha pejgamberi alayhis salam, ai që më dërgon selavat mua një herë, Allahu i dërgon atij dhe thërë wa aqimus salah. Allahumma salli ala Muhammad.